Agjencia Qendrore e Inteligjencës së SBA, CIA, po punon për të armatosur forcat kurde me qëllim nxitjen e një kryengritjeje popullore në Iran, sipas CNN. Sipas burimeve, administrata e presidentit Donald Trump ka zhvilluar diskutime aktive me grupet e opozitës iraniane dhe me lider kurd në Irak për t'u ofruar atyre mbështetje ushtarake. Grupet e armatosura kurde iraniane kanë mira luftëtar që veprojnë përgjatë kufirit Irak-Iran, kryesisht në rajonin e Kurdistanit të Irakut. Disa prej këtyre organizatave kanë publikuar deklarata që nga fillimi i luftës, duke lënë të kuptohet se mund të ndërmarrin veprime së shpejti dhe duke u bërë thirrje forcave ushtarake iraniane të dezertojnë. Nga ana tjetër, trupat e Gardës Revolucionare Islamike të Iranit kanë kryer sulme ndaj këtyre grupeve. Të martën, IRGC deklaroi se kishte goditur forcat kurde me 10 dron. Po të martën, presidenti Donald Trump zhvilloi një bisedë telefonike me presidentin e Partisë Demokratike të Kurdistanit Iranian, KDPI, Mustafa Hijri, sipas një zyrtari të lartë kurd iranian. KDPI ishte një nga grupet e shënjestruara nga sulmet e IRGC-s. Sipas këtij zyrtari, forcat opozitare kurde iraniane pritet të marrin pjesë në një operacion toksor në Iranin perëndimor në ditët në vijim. Presidenti Trump gjithashtu telefonoi liderët kurd të Irakut të dielën për të diskutuar operacionin ushtarak amerikan në Iran dhe mënyrën se si SBA dhe kurdët mund të bashkëpunojnë ndërsa misioni vazhdon, thanë dy zyrtarë amerikanë dhe një burim tjetër i njohur me bisedimet. Lajmi u raportua fillimisht nga Axios. Çdo përpjekje për të armatosur grupet kurde iraniane do të kërkonte mbështetjen e autoriteteve kurde në Irak për të lejuar kalimin e armëve dhe përdorimin e territorit të Kurdistanit irakian si bazë nisjeje për operacionet. Një person i përfshirë në diskutime tha se ideja është që forcat e armatosura kurde të përballen me forcat e sigurisë iraniane dhe të mbajnë të angazhuara në front, në mënyrë që civilët iranianë në qytetet e mëdha të mund të dalin në rrugë pa rrezikuar të përballen me represion të menjëhershëm. Një zyrtar tjetër amerikan tha se kurdët mund të ndihmojnë në krijimin e kaosit në rajon dhe në shpërndarjen e burimeve ushtarake të regjimit iranian. Sipas disa ideve të diskutuara, forcat kurde mund të përpiqen edhe të marrin e të mbajnë territor në pjesën veriore të Iranit, duke krijuar një zonë tampon për Izraelin. CIA nuk pranoi të komentojë për këtë raportim. Alex Plicas, analisti i sigurisë kombëtare në CNN dhe ish zyrtar i lartë i Pentagonit gjatë presidencës së Barack Obama, tha se Shtetet e Bashkuara po përpiqen qartë të nxisin procesin e rrëzimit të regjimit nga vetë iranianët duke armatosur kurdët, një aleat historik rajonal i SBA-s. Megjithatë, disa ish zyrtar paralajmërojnë për pasojat e mundshme të këtij plani. Jen Gavito, ish zyrtar e lartë e Departamentit të Shtetit e specializuar për lindjen e mesme gjatë presidencës së Joe Biden, tha se ka shqetësime nëse janë vlerësuar plotësisht pasojat e armatosjes së kurdëve. Në ditët e fundit, ushtria izraelite ka goditur poste ushtarake dhe policore iraniane përgjatë kufirit me Irakun, pjesërisht për të krijuar kushtet për një hyrje të mundshme të forcave kurde të armatosura në veriperëndim të Iranit, sipas një burimi të njohur me zhvillimet. Një burim izraelit tha se këto sulme ka të ngjarë të intensifikohen në ditët në vijim. Megjithatë, burimet të përfshira në diskutime theksojnë se çdo mbështetje amerikane dhe izraelite për një forcë toksore kurde që synon rrëzimin e regjimit iranian do të kërkonte një angazhim të gjerë. Vlerësimet e inteligjencës amerikane kanë treguar vazhdimisht se kurdët iranianë aktualisht nuk kanë ndikim dhe burimet e nevojshme për të mbështetur një kryengritje të suksesshme kundër qeverisë iraniane. Gjithashtu, partitë kurde iraniane kërkojnë garanci politike nga administrata Trump përpara se të angazhohen në një përpjekje të tillë. Sipas një burimi të njohur me çështjen, grupet opozitare kurde janë gjithashtu të fragmentuara, me histori tensionesh, ideologji të ndryshme dhe agjenda konkurruese. Disa zyrtarë të administratës Trump që kanë marrë pjesë në diskutimet për mbështetjen e tyre kanë shprehur shqetësime për motivet e këtyre grupeve. Populli kurd është një grup etnik minoritar pa një shtet të vetin. Sot vlerësohet se ekzistojnë rreth 25 deri në 30 milion kurd, shumica e të cilëve jetojnë në një rajon që shtrihet në pjesë të Turqisë, Irakut, Iranit, Sirisë dhe Armenisë. Shumica e kurdëve janë musliman sunit, por komuniteti kurd ka tradita të ndryshme kulturore, shoqërore dhe politike, si dhe dialekte të ndryshme. Shumë zyrtarë të administratës Trump kanë paralajmëruar privatisht se forcat kurde janë ndier shpesh të zhgënjyera nga bashkëpunimi me Shtetet e Bashkuara në të kaluarën. Ish sekretari i mbrojtjes i Trump, Jim Mattis, dha dorëheqjen pjesërisht sepse presidenti vendosi të tërhiqte trupat amerikane nga Siria gjatë mandatit të tij të parë, një vendim që Mattis e konsideroi si braktisje të aleatëve kurd në rajon. CIA ka një histori të gjatë dhe komplekse bashkëpunimi me fraksionet kurde në Irak, që nga koha e luftës së SBA-s në Irak. Aktualisht, sipas dy burimeve të njohura me çështjen, agjencia ka një bazë operative në Kurdistanin e Irakut, pranë kufirit me Iranin. Shtetet e Bashkuara kanë gjithashtu një konsullat në Erbil, kryeqytetin e Kurdistanit irakian,
ku janë të vendosura edhe trupa amerikane dhe të koalicionit në kuadër të operacioneve kundër ISIS. Disa kurt kishin shpresuar se bashkëpunimi me SBA do t'i ndihmonte të fitonin pavarësinë për rajonin gjysmë autonom të Kurdistanit në Irak, por kjo nuk ndodhi. Në vitet e fundit SBA është mbështetur shumë tek forcat kurde, edhe në luftën kundër shtetit islamik ISIS në Irak dhe Siri. Kjo përfshinte edhe përgjegjësinë për ruajtjen e mirë të burgosurve të ISISit në kampet e improvizuara në veri të Sirisë. Megjithatë, në fillim të këtij viti, qeveria e re siriane, e mbështetur nga SBA, nisi një ofensivë ushtarake për të marrë kontrollin e veriut të vendit, duke goditur edhe ISISin dhe duke larguar forcat demokratike siriane të udhëhequra nga kurdët. Përballë këtij operacioni dhe pas tërheqjes së forcave amerikane nga Siria, forcat kurde u tërhoqën dhe ndaluan ruajtjen e burgjeve ku mbaheshin militantët e ISIS. Në janar, i dërguari i posaçëm amerikan për Sirin, Tom Barrack, deklaroi se qëllimi i aleancës së SBA-s me SDF ishte për mbushur në masë të madhe rolin e saj.